Përshëndetje për të gjithë ju femra ose meshkuj që dëshironi të keni një marrëdhënie të shëndetshme, është muaji i përshtatshëm që të vazhdoni punën me veten tuaj. Dhe ja shikoni çfarë mund të shkruani sot për këtë marrëdhënie. Dhe mos harro që të kesh një marrëdhënie të mirë me tjetrin, duhet të kesh një marrëdhënie të mirë me veten tonë. Prandaj gjithmonë përqëndrohemi tek vetja jonë. Fillo dhe bëj sot këtë ushtrim. 1. Shkruaj çfarë të bën të lumtur, të gëzuar ty si femër ose si mashkull. 2. Çfarë nuk të pëlqen tek vetja jote, pamja jashtme e diçka tjetër. Cilat janë nevojat e tua? Ti shkruash dhe ti analizosh. Cilat janë dëshirat e tua? I nje vërtet dëshirat e tua? Fillo të gjitha këto që kërkon nga një partner, nga një marrëdhënie, t'ja bësh vetes tënde, të mësosh të duash veten tënde. 3. Rregullo veten dhe shiko kush janë shokët e tu. Që të kesh një marrëdhënie të mirë, ti ta dish që edhe shokët e shoqet që rri, do të thotë në qoftë se ata nuk kanë një marrëdhënie të mirë, janë në grindje, janë në vuajtje, janë në mëri, janë në ankesë, atëherë dhe ti do të thotë sepse ata janë pasqyra jote, edhe ti je në ankesë, je të gjitha këto brenda teje. Prandaj fillo të punosh. Shiko cilat janë hobet që ty të pëlqejnë. Mos u përqendro të t'i thotë dhe të japi dashuri, gëzim personit tjetër. Po shiko ty çfarë të pëlqen. Që të kesh një person, një partner të plotësuar, më parë duhet të jesh ti i plotësuar e plotësuar. Në qoftë se të gjitha ato ti që kërkon nga një partner tjetër ja plotëson vetes, jam shumë e bindur që ti do të sjellësh në jetë një partner dhe atë të plotësuar. Dhe ikën ato kohë që thoshim që është personi në fjalë, tjetri është gjysma jonë. Jo njerëz, nuk ka gjysma jonë, ne duhet jemi të plotësuar dhe tjetri i plotësuar dhe këto të dyja të bashkohen. Kjo do jetë një marrëdhënie e fuqishme dhe e shëndetshme që do të bëjë të lumtur edhe ty si mashkull dhe ty si femër. Prandaj, e gjithë gjëja është që ti të fillosh të punosh me veten tënde dhe zhvillimi personal. Dhe nuk do ndaloj të them që libri zhvillimi Agenda Magjike, udhëzuesi i zhvillimit personal, do të ndihmojë me ushtrimet që të ndërrosh veten tënde. Gjithashtu, jam këtu dhe i shikoni që kam një dosje që shkruaj për dita, gjërat si ndihem, çfarë kërkoj unë dhe në çfarë energjie jam. Dhe mos harroni ju femrat, kjo është energjia femërore, është spiral, është diçka që ne mund ta japim te meshkujt. Në qoftë se ti nuk je në energjinë tënde, mos prit. Shikojeni sa shumë gjëra kam të shkruara dhe që punoj për ditë me veten time. Unë jam këtu, jam Erita Cake, terapiste energjike, trajnere e zhvillimit personal, shkrimtare 4 librave, 2 në shqip, 2 në greqisht, që të ndihmoj të largosh dhe frikrat nga vetja jote, vetëm duke punuar me veten tënde. Rrugëzgjidhje ka. Puna është që ti a je i gatshëm e gatshme që të bësh diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Dhe po, këtu dua të them që mundesh të marrësh dhe simbolin e mrekullisht librin që të liron nga 83 frika dhe fobitë më të rëndësishme të jetës tënde, të shpirtit tënd, që nuk lejon veten të përjetosh gëzim dhe lumturi. Vetëm po punove me veten tënde mund të kesh rezultate. Mos kërko asnjë gjë nga asnjë person tjetër, po shiko cili është mësimi që ti merr nga çdo gjendje që është krijuar, sepse këto janë ligjet e jetës toksore dhe ligjet e natyrës
jemi energji dhe si të tilla ne mund të ndryshojmë. Dhe e gjëja tjetër që mund të them, thuaj kësaj mendjes ndryshe nga ajo që i ke thënë deri tani, mos ri në mërzitje, mos ri në vuajtje, mos ri në mjerim, mos ri vetëm në ankesë dhe në mizerje dhe përqëndrohesh te gjendja e vështirë. Ti mund të fitosh çdo gjë dhe mund të ndryshosh gjendjen, por duke bërë një diçka ndryshe. Gjëja ndryshe që mund të bësh, mbaro çka ke për të bërë dhe ngriu dhe ec të paktën 10 minuta në natyrë. Atë ja u them për erë, dhe nëse nuk ke një person që të flasësh një fjalë dhe të shkëmbesh diçka, shko përqafo një pemë dhe mund t'ja thuash të gjitha asaj dhe të shikosh që do jetë shoku më i mirë. Mund t'i vesh dhe një emër, mund të më quash dhe të çmendur dhe nuk të pëlqejnë këto fjalët e mia. Unë nuk them bëj siç të them unë, po provoj këto që them unë dhe që i kam bërë dhe unë, sepse dhe unë kam qenë atë gjendje që je ti që më dëgjon. Dhe me këto ushtrime të veçanta dhe kur u përqendrova te vetja time, gjeta qetësinë time dhe nuk kërkoj një lëmosh nga personat, akoma dhe nga nëna dhe nga babai dhe dashuri, sepse vetmja gjë që ne mund të bëjmë është të japim dashuri vetes tonë, as edhe një njeriu tjetër. Mbi të gjitha, të pres për më tepër në rrjetet sociale, më ndiqni këtu në TikTok, në YouTube, bërni regjistrimin tuaj, shpërndani videot dhe me njerëz të tjerë, sepse kur japim diçka na kthehet e shumë fishuar dhe tek njerëzit. Dhe gjithashtu mund të jepni te personat që ju kërkojnë ndihmë. Dhe unë jam këtu për të gjithë ju që kërkoni ndihmë. Dhe juve që nuk ju pëlqejnë këto video time, mos i shikoni, mos i dëgjoni, keni të drejtën tuaj. Ka shumë njerëz që po bëjnë video dhe në të gjitha gjuhët mund të shkoni atje ku ju përket energjia juaj. Nuk është nevoja të nxirrni atë urrejtjen, atë mllefin tuaj duke shkruar fjalë jo të mira, sepse po të them dhe diçka tjetër. Çfarëdo që ti nuk do të personi tjetër e ke brenda teje, mundet të kesh dhe zili që do një të më ngjanje, por nuk e bën dot. Por unë po të them që çdo gjë mund të arrish. Ndaj, ketë dhe ti fuqinë që të bësh dhe video, të japësh dhe lajmin tënd, atë përvojën tënde dhe ta shpërndash me njëri tjetrin. Ne jemi këtu të shpërndajmë përvojën tonë me njëri tjetrin. Ne jemi këtu që jemi një dhe nuk është nevoja të kesh zili. Po mbas ajo zilia, sepse kemi shumë të theksuar ne në Shqipëri, mund të ndihmoj të jesh diçka tjetër nga ajo që ke qenë deri tani. Prandaj, në qoftë se më shan mua, në qoftë se thua fjalë jo të mira, nuk mi thua mua, ndaj nuk mërzitem fare dhe të dua shumë dhe të falenderoj për të gjitha këto mësime që marr nga të gjithë juve personat që flas shumë. Në qoftë se flas shumë, arxoj energji për ta dëgjuar ti ose dikush nga ata që ka nevojë për këto fjalët e mia. Dhe kam shumë njerëz dhe ju falenderoj nga zemra. Jam shumë mirënjohëse për ju që ju kam dhëruar jetën dhe që jam bërë pjesë e jetës tuaj dhe i dëgjoni dhe bëni diçka ndryshe. Ju jam mirënjohës dhe juve që më shani dhe ju që flisni fjalë të këqija, sepse e di shumë mirë, më bëni të jem akoma më e mirë, më bëni të dua më tepër veten dhe të kuptoj që ju nuk shani mua ose do një person tjetër. Shani veten tuaj që nuk mund të bën disa gjëra. Prandaj, mund të arrish gjithçka. Të dua shumë dhe ti që më ndjek në rrjetet sociale, ti që shpërndan dhe videot, ti që më beson dhe bën terapit private dhe terapit në grupe dhe jam këtu për të gjitha ta që duan të më dëgjojnë. Ju të tjerët, ju dua shumë, po ndroni kanalin. Miru pafshim, paci një ditë të bukur, të lumtur, ashtu si ti e dëshiron. Bëj atë që do që të dalësh nga çdo gjendje që ke hyrë. Faleminderit. Po, i përsërit dhe fjalët shumë herë, se mbase një herë nuk e dëgjon, ta dëgjosh për së dyti. Dhe më pëlqen që jam dhe kështu.